Betejë e Uhudit. Ibnul Qayyimi flet gjerësisht për të gjitha detajet e betejës në Uhud. Ai thot: dietarët kanë thënë, ngjarja në Uhud dhe mësimet të cilat i kanë nxjerrë nga kjo betejë, pastaj dispozitat hynore që kanë rezultuar me këtë rast, vërtet janë madhështore. Ja disa prej tyre. Muslimanëve u vihen në dukje gjërat e këqija për shkak të mosdëgjueshmërisë. Shkaktimi i fatkeqësisë për shkak të mospërfilljes së urdhrave, siç ndodhi atëherë kur shigjetarët e thyen urdhrin e Resulullahut alayhis salam që të mos i lëshojnë pozitat e tyre. Është zakon tek të gjithë pejgamberët që t'i sprovojnë tharët e veten në vepër. Për padëgjesa ka pasur ndëshkime, kurse për dëgjes shpërblime. Për shkak kundravajtjes pasoi humbja, kurse për shkak të konsekuencës në urdhër fitoria. Sikur të mos ndodhte kështu, por gjithnjë të fitonim, atëherë në radhët e besimtarëve, muminëve, do të futeshin edhe sish, të cilët nuk i takojnë këtyre. Atëherë, do t'ishte shumë vështirë të dallohet i sinqerti dhe i pasinqerti. Ndërkaq, nëse gjithnjë do të humnin, atëherë pejgamberllëku nuk do të kishte pasur arsyen e vet. Urtësia e Allahut ka parapar që të ndodh edhe njëra edhe tjetra, për atë që të veçohet e vërteta nga gënjeshtra. Dihet shumë mirë se hipokrizia është veçori e fshehur e dy fytyrshve, munafikëve, të cilët vetëm mendjehollët i zbulojnë. Në Uhud, hipokrizia doli në sipërfaqe edhe me fjalë dhe me vepra, ndërsa fshehtësia doli faqe botës. Muslimanët kuptuan se në radhët e tyre ekzistojnë armiq, ndaj u përgatitën edhe për këtë dhe ishin syçelur ndaj këtyre armiqve. Me vonimin e fitores dhe ndihmës në disa intervale të betejës, është dashur të thyet nefsi, laknia dhe kryelartësia tek besimtarët. Dhe kur muslimanët u vunë në sprovë, ata treguan sabër, durim, ndërsa munafikët frikë të madhe. Allahu ka mundsuar robërve të vet që t'i përfitojnë disa privilegje në botën e ardhshme, të cilat nuk do të mund t'i fitonin me veprat e veta të mira. Andaj krijoi shkaqet dhe mënyrat të cilat do t'u lehtësojnë rrugën për t'i arritur këto privilegje specifike. Në këto bën pjesë shahidllëku, që është shkalla më e lartë të cilën e arrin të dashurit e Allahut. Allahu ka dashur t'i ndeshkojë armiqtë e shahidëve, e ua ka mundsuar që me anë të mosbesimit, kufrit, të shprehin shpirti liksin, dhunën dhe mizorinë e vet ndaj evliave, të dashurit e Allahut, të tij. Me këto metoda, Allahu ka pastruar mëkatet e besimtarëve, e njëkohësisht i ka shkatëruar jo besimtarët. Allahun e lutim të na falë dhe të na mëshirojë. Amin.